24 qershor, Griuni luftoni për kombin tuaj. Sot do të flasim për krizën midis Iranit e Izraelit, bombardimin amerikan, revolucioni qershorit i fanolit, çfarë kam gjetur në arkivat e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kryet Ayatollah Khomeini ka probleme mendore. Akuzat njëjta ka për dementia për Trump. Ne në Shqipëri kemi vuajtur kur lideri i Partisë Punës Paraardhëses të PS-s mbas një goditje cerebrale ishte thuajse budallan në gjithë takimet. A është i smur Edi Rama? Sa herë që vjen në Manhattan, vizitohet në një klinik. Kemi disa foto. Natyrisht që mbas goditjes me avionet B-52, Trump ka egzageruar me suksesin spektakolar dhe e ka shfarosur sipas tij çdo gjë tek ato punishtet e pasurimit të uraniumit nëntoksor. Në fakt, ambasadori Bolton do të thoshte që ato 60 ditë për bisedime për deal midis Trump dhe Iranit i ka krijuar atyre mundësinë që të lëvizin lëngun e përpunuar, të pasuruar dhe ta vendosin në mjediset të cilat nuk mund të gjejnë as Netanyahu, as Trump. Duhet kishte qenë më i vendosur që në fillim, dhe sipas ambasadorit Bolton, kjo që ka ndodhur me shkatrimin e punishteve të pasurimit të uraniumit, duhet të kishte ndodhur dekada më parë. Ndërkohë që Europa e majta ka dalë të protestojë kundër Trump. Hag, Holland, të mërkurën do të jetë samiti NATO-s. Kryeministri holandez nuk është i sigurt që Trump do të vijë. Trump kishte vendosur kushte përpara se të shkonte në samit, mbledhja të jetë shumë e shkurtër, të mos ketë deklarat, të mos përmendet artikulli 5. Dhe Zelenski të mos ulet në tryezën e bisedimeve vetëm të darkë. Kryetari i Partisë Socialiste të Hollandës ka organizuar një protestë masive me fjalë ofenduese ndaj NATO-s dhe ndaj presidentit Trump, duke e cilësuar si terrorist. Ndërkohë, mbas deklaratave të shefit të shtabit të përgjithshëm, edhe sekretarit Pentagonit, ende nuk mund të marrësh një përgjigje të saktë se çfarë ka ndodhur me bombardimet në 3 pikat kryesore ku Irani përpunonte dhe pasuronte uraniumin. Në media është hedhur ideja se një autokolon e madhe me makina ka nxjerrë dhe ka transportuar uraniumin. Nuk besoj se do të ketë shpëtuar satelitit Izraelit, sepse ishte shumë e lehtë e gjithë kjo që ndodhi skenari Pentagonit duke mos pasur asnjë reagim kundëror dhe me shumë lehtësi kanë kryer misionin e tyre. Kanë qenë 125 avion luftarak. B-52 janë avion që në 94-ën, $2 miliardë, një udhtim nga Missouri në Iran dhe kthim është 37 orë. 25 minuta kanë qenë në Iran. Janë 2 pilot. Të përballosh një udhtim 37 orë, ata me turne flej njëri pilot dhe më pas ndrojnë vende për të pushuar. Avioni është komod, ka një frigorifer të vogël, mikroval, siç thuhet, dhe toilet. Por këta pilot janë nga njerëzit më të stërvitur, pagohen me $100 milion trajnimet e tyre. Disa herë gjatë fluturimit në ajër është kryer furnizimi me avionët Shinstern dhe avion luftarak i kanë shoqëruar. Natyrisht që ushtria amerikane është ushtria më e fortë në botë. Ka akuza që përse Trump kërkon të fusë në luftë Amerikën, kur në fushat ka thënë që unë jam president për paqen, në qoftë se fiton Kamala Harris, do të kemi luftë. Ishte përballë diçkaje që
fakti kryer nga Netanyahu, arroganca e tij, dhe Trump nuk donte që duke i dobët në sytë e magës, por dhe në sytë e botës. Natyrisht që kur amerikanët ndërhyjnë, nuk marrin leje askund. Në OKB, Këshilli i Sigurimit pati një diskutim dhe kritikat mëdha, por nuk është faja Amerikës. Iranianët kanë shkelur marrëveshjen që kanë bërë për pasurimin e uraniumit. Ka të tjerë që thonë që marrëveshja me Obamën po funksiononte. Pra, uraniumi nuk po pasuroi. Tërheqja nga marrëveshja, nga deali e Trumpit përmes nxitjes Boltonit, i shtyu iranianët, ndaj të cilëve u vendosën sanksione përsëri, që të merreshin me pasurimin e uraniumit. Qëllimi i tyre final është që të shfarosin hebrejt në Izrael. Kjo është e thënë hapur. Është një shtet që sponsorizon terrorizmin. Është fakt, e kemi thënë Hamas, Hezbollah, Houthis, dhe me parat, me miliarda dollar të dhëna nga administrata Biden, krijuan atë që quhet unaza e ferrit. Shumë analistë këtu thonë që sulmojnë Trump. Nuk është lufta jote. Ke marrë votat ndryshe. Do t'i japësh fund presidencës tënde. Ka pasur vetëm 2 kongresmen republikan që ka kundërshtuar, është hedhur ideja që nuk është kushtetues veprimi i tij pa marrë leje në Kongres. Por veprime të tilla kanë bërë edhe president tjerë që hynë në luftë dhe pastaj marrin lejen më pas. Në qoftë se nuk i shkohet deri në fund, nuk ka ndonjë vlerë, sepse edhe pse ke shkatruar ato punishtet nëntoksore, ata mund të kenë lëvizur uraniumin, nuk e gjen dot në një vend të madh, një shtet me 92 milion banor, dhe ata mund të rinisin përsëri. Është ajo që quhet ndryshim regjimi. Trump ka shkruar që nuk është politikisht korrekt që të thuash ndryshim regjimi. Por në qoftë se Irani nuk ulet për paqe dhe do të kundërveprojë, nuk ka asgjë të keqe që të ketë ndryshim regjimi. Në fakt, Trump ja kam thënë që është Jacksonian. Pa të thënë në një deklarat që ne nuk do të krijojmë shtete siç kanë bërë të tjerët, nuk do të marrim pjesë në për luftra. Ka ikur ajo kohë. Natyrisht që trupa ushtarake nuk mund të hyjnë dot në Iran. Trump këtë nuk do ta donte dhe nuk do të lejonte. Politika dhe lobet e Izraelit ndikojnë shumë politikën amerikane. Ja thash dhe dje që ajo që ka dhënë Elon Musk $280 milion është sa gjysma që ka dhënë AIPAC, Komisioni Aksionit Politik Izraelito-Amerikan, rreth 490 milion. Nuk ka senator dhe kongresmen që s'ka marrë donation nga ata. Është sjell në vëmendje vrasja Kennedy përsëri, sepse Kennedy nuk ka dashur që Izraelit ketë armë bërthamore. Izraeli, kur është krijuar në 48-ën, ka pasur mbështetje në Pentagon, por jo në Departamentin Amerikan të Shtetit. Diplomatët amerikanë nuk e kanë dashur. Ushtarakët e Pentagonit, generalit, e panë si një platformë ushtarake për të kontrolluar gjithë rajonin. Natyrisht që Irani është shtet që sponsorizon terrorizmin, autokraci fetare, por shkaktarët e problemeve atje mbetet Izraeli. Kanë të drejtë të mbrojnë veten, por nuk u jep kusht të drejtë që rreth 17 fëmijë të vrarë në Gaza, siç thuhen nga burimet e palestinezëve. Janë gjithsej 45.000 të vrarë. Izraeli ka kërkuar atë që quhet 7 luftra. E ka nisur me Libanin, Somalia, nuk ekziston më, Sudani, Libia, Jemeni, Iraku, dhe gjithmonë kanë dashur të nxisin Amerikën në një luftë në Iran. Nuk besoj se Trump do të bjerë pre e kësaj nxitje nga Netanyahu. Natyrisht që ishte i dyzuar, mendoj se mund të kishte bisedime dhe gjithmonë ngelet i fiksuar tek çmimi Nobel,
Pra, në qoftë se realizon diçka të madhe, ai do të merrte çmimin Nobel. Menjëherë Irani është kundër përgjigjur që do të marrin hak, por mund të ndodhin shumë gjëra. Janë 40.000 trupa amerikane në rajon. Mund të mbyllin gjirin e Hormuzit, që do të ketë pasojë të mëdha në çmimin e naftës, mund të kryejnë akte terroriste në vende të ndryshme, përfshi Anglinë, por orvatje deri në Amerikë. Në qoftë se do të bënin këtë, Amerika do të kundërpërgjigjej fuqimisht. Nuk besoj se mullat duan të humbasin pushtetin. Kristiana Mampur, iraniane, thotë që kur vendi sulmohet nga Netanyahu, të gjithë bashkohen për të luftuar për vendin e tyre, pra bashkohen dhe me regjimin. I harrojnë problemet e brendshme, kjo është nacionaliste, kanë të drejtë. Amerikën e urrejnë. Problemi është që në qoftë se ndodh spostimi i mullave, kush do ta marrë në dorë Iranin? Do të kthehet si Siria? Do të bëhet si Iraku, si Libia? Është një vend me histori shumë të madhe, me njerëz shumë të zgjuar, por që janë pre e një regjimi shtypës dhe sponsorizues i terrorizmit. Kjo është fakt. Media amerikane është ndarë e majta, ku spikat CNN radikali majt, të gjithë janë sulm kundra Trumpit, kurse tek e djatha disa gazetarë që i kanë emisione në prime time, nxisin Trumpin për luftë. A janë interesat e kompleksit ushtarak industrial? Arrit do të superfuqia e vetë në pa luftë? Dhe a ka drejt morale të kryej një veprim të një anshëm dhe akuzohet për shkeljet kartave të KB-s. Natyrisht që në qoftë se Irani do të kishte një bombë atomike, do të ishte rrezik jo vetëm për Izraelin që e shfaros, por për gjithë perëndimin, rrezik dhe për Amerikën. Me këtë veprim të zotit Trump, ai ka vërtetuar që detyra presidentit parësore është të mbrojë kombin e vet. Një publicitet do të kthehem tek tema e revolucionit qershorit. Qershori 24 është viti 24. Në 4 maj, ministri amerikan në Tiranë, Smith, dërgon këtë telegram për sekretarin e shtetit. 20 prill ora 6, opozita ka përfituar nga vrasja e Avni Rustemit për të lëshuar një reagim që mund të rezultojë në revolucion. Deputetët që marrin pjesë në funerarin në Vlorë bën thirrje të mos shkojnë në parlament. Diplomati amerikan njofton sekretarin e shtetit se batalionet kanë shkuar drejt Vlorës. Kryeministri bën një deklaratë se revolucioni mund të çojë në shpërbërjen e vet. Më 18 maj, Smith njofton se ju janë shpërndar armë rezervistëve në Tiranë. Diplomati kërkon një kryqëzor afër Durrësit. 19 maj, Smith shkruan se garnizoni i Tiranës është gati të shkojë në Shkodër për të organizuar luftën civile. 20 maj, sekretari i shtetit i njofton Smithit se janë marrë masa për kryqëzorin Durrës. Sa kaq Smith e njofton se ka shkuar edhe një kryqëzor italian. Ambasadori amerikan në Rom, Fletcher, në telegramin 875 njofton Washingtonin më 5 qershor se revolucioni me sa duket po ka sukses. Një ditë më vonë, një telegram i ministrit amerikan në Shqipëri, Grant, nënvizon se një numër qeveritarësh dhe deputetësh janë drejtuar në Durrës për t'u larguar. Përsëri, ngjashmëri fantastike me mars qershorin e vitit 97. Në një konferencë shtypi, Berisha deklaronte se Recep Mejdani dhe disa lider të tjerë socialist
i kishin kërkuar t'i lejonte të largoheshin nga Shqipëria, por Berisha nuk i kishte lejuar. Granti shkruan Washingtonit: forcat e klanit Zogut po armatosen dhe po shpërndajnë armë. Nacionalistët kërkojnë që Zogu të largohet. Është telegrami 87500 në arkivin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ambasadori Amerikan në Rom i shkruan shefave se nga bisedat që ka pasur, qeveria e Italisë dhe Jugosllavisë nuk do të ndërhyjnë në punët e brendshme të Shqipërisë. Grant i çon Romës një telegram për shefat e tij. Është data 11 qershor. Grant thekson se kryeministri, ministri i luftës dhe komandanti i xhandarmerisë u drejtuan për Durrës. Disa qindra vullnetar të klanit Zogut vazhdojnë të jenë në Tiranë. Qeveria lokale e Jugut është e shpërbërë. E njëjta skenjë binjake me mars qershorin 97. Kaq ka qenë. Nuk ka hollësi se si erdhi Fanoli, por në telegramin e datës 19 qershor 875-02, Grant i jep emrat e qeverisë revolucionare, e cila është shpallur në 17 qershor. Kryeministër Fanoli, ministri i jashtëm Suleman Delvina, ministri i luftës kolonel Qavzezi, financa Gurakuqi, i brendshëm kolonel Shala, punët publike Koculi, drejtësia Vinjau. Ky njoftim i është dhënë formalisht përfaqësuesve të huaja në Tiranë. Unë nuk jam përgjigjur, thot amerikani. Smith ngre pandemën se Peçi, i vetmi regjent i mbetur, ka të drejtë ligjore të autorizojë këtë kabinet. Ai shkruan se italianët kanë shprehur dëshirat për ta njohur këtë qeveri. Natyrisht që ministri anglez, i cili u largua më 15 qershor, e kundërshton njohjen. Francezët kanë dyshime ende. Grekët dhe serbët kanë pritur për mbysjen e regjimit, por nuk e thon hapur. Grant shkruan se qeveria e re është në minorancë në parlament. Parlamenti nuk ka dhënë vot besim. Me sa duket, qeveria e re do të mbështesë interesat amerikane. Më 22 qershor, Grant njofton Washingtonin se Mussolini i është përgjigjur telegramit të Nolit. Çështja e njohjes nuk është përmendur. Telegramet janë çuar Nolit nga kryeministri jugosllav. Grant dërgon një telegram më 22 qershor në Washington, ku thotë se e ka telefonuar Fanoli dhe i ka kërkuar që SBA të njohë qeverinë e tij, të njëjtën gjë u ka kërkuar Jugosllavisë, Greqisë, Italisë dhe Ligës Kombeve. Përgjigjet greke dhe jugoslave, sipas diplomatit amerikan, kanë qenë shumë përzëmbërta, por pa ngritur problemin e njohjes. Fanoli i ka thënë amerikanit se qeveria e kaluar nuk ka mbajtur premtimet me amerikanët lidhur me dënimin e vrasësve të dy mbështetësve amerikanë, të vrarë më 6 prill 24. Grant pyet sekretarin e shtetit: a kam autoritet të ndërmarr ndonjë hap për njohjen e tyre? Sekretari i shtetit me telegramin 87501, fraksion 243, gjetur në departament, shkruan për Grant: derisa kryetari i shtetit nuk ka ndryshuar, nuk ka arsye për njohje. Washingtoni këshillon që të vazhdojë marrëdhëniet normale, por pa ngritur problemin e njohjes së qeverisë së re. Është e çuditshme diçka. Fanoli i ka thënë diplomatit amerikan se konsulli shqiptar në New York i ka paraqitur departamentit të shtetit kërkesën e njohjes. Ata e mohojnë. Noli është sabotuar, sepse sekretari i shtetit në telegramin 8751 shkruan për Grant: departamenti nuk ka marrë asnjë mesazh përmes konsullit të Shqipërisë në New York ose nga ndonjë burim tjetër. Dy korrik. Grant njofton shefat se Greqia është i vetmi vend që ka dhënë njohjen për qeverinë e Nolit. Greqia dhe Italia kanë lidhur marrëdhënie formale me qeverinë. Sipas amerikanit, serbët do ta vonojnë njohjen sepse kanë dyshime nga që Zogu është në Beograd. Kryeministri ka deklaruar se nuk do të ketë zgjedhje të reja përpara marsit të vitit 25. Amerikanët tërheqin ministrin e tyre në Tiranë. I ngarkuar me punësh, Koding dërgon një telegram më 16 shtator për situatën në Shqipëri.
Sipas tij diçka po ndodh. Po sipas përfaqësuesit anglez, revolucioni nuk mund të ndodhë në 2 javë të ardhshme, siç shkruhet në shtypin evropian. Diplomati sugjerojnë që qeveria Noli duhet njohur. 10 tetor, kodik shkruan se kryeministri dhe ministrat dhe ministri i jashtëm mbetën në përbot. Përsëri ai sugjeron që të njihet Noli. Këto ishin fakte për atë që është quajtur si revolucioni Noli i qershorit. Natyrisht që Noli ka qenë shpotitës, sharës ndaj Metzogut si kundërshtar, por që janë pajtuar. I kanë kërkuar falje njëri tjetrit mbas pushtimit natyrisht të Shqipërisë nga fashistët dhe gjermanët. Në fakt që ishin kalimtar dhe njohën sovranitetin e kufizuar të Shqipërisë. Noli pa të flirtuar me Hoxhën, pa të ardhur Tukjakova, dhe Noli e ka dërguar gjithandej, i ka rregulluar dhe një takim me sekretarin e shtetit, dhe Noli do të shprehje te në Qexhiu, mbas urdhave të marrë nga Hoxha, nuk donte që unë të isha në takim. Kam një detaj tjetër. Prefekti Mulleti i Tiranës ka qenë nolist. Ata e adhuronin si Nolin, si Hasan Prishtinën. Kur Noli po afrohej me Hoxhën, është një letër nga ndër të tjerë Qazi Mulleti që i lutën mos e bëjat gabim, mos mbështeten ver Hoxhën. Janë komunist, kanë kryer krime. Këto mi ka thënë Tanush Mulleti që ka ndruar jetë. Besoj se ju dhash disa fakte që i kam pasur her pasere në fokus, do t'i kem në çdo komunikim me ju. Ju falenderoj që vazhdoni na ndiqni. Për mua është një kënaqësi për ditë të kontaktoj dhe më të shumt janë nga Shqipëria, Italia dhe Amerika, por kemi shikues kudo. I falenderoj gjithkund, nuk mund t'ju përgjigjem të gjithëve kur shkruajnë nëpër mesazhe. Me respekt, thank you again. Abonohen në kanalin tonë. Kudo në Shqipëri.